Unë jam me Ramazan. Am prishet Ramazani nëse them thot fjalë të ndyta. Nëse shan, ofendon dikë, paksohet shpërblimi. Dhe kur ne agjerojmë, duhet të agjerojnë me ne edhe gjymtyrët tona, goja jonë, sytë tanë, veshët. Pra, si agjeron goja, nuk flet nuk gënjen, nuk mashtron, nuk shan, nuk ofendon. Syri agjeron, pra nuk shikon haram. Veshi, dëgjimi, agjeron, duke mos dëgjuar gjëra të ndaluara. Pra syno që agjerimin tënd mos ta cenosh. Nëse shan, paksohet shpërblimi. Pra ti do thjesht këndejt pa ngrënë dhe papir, apo do të marrësh shpërblim? Nëse do të marrësh shpërblim, mundohu që ta ruash veten. E nëse dikush të shan, çfarë i thua? Unë jam agjërueshëm. Rregull, Zoti rujt.